Fatos Lubonja, analist i njohur politik, tha se gjendja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në Kosovë e ka vendosur në plan të dytë se cila parti ka qenë më e votuar në raport me problematikën e pamundësisë së krijimit të një qeverie stabile, sidomos në kontekstin e Kosovës në raport me Serbinë dhe me atë ndërkombëtar. Ndjeshmëria kryesore që është krijuar pas këtyre zgjedhjeve është se shoh të ketë një çarje të madhe, kur në një krah vetvendosja kërkon pak a shumë të qeverisë e vetme, dhe këtë kam parë kohëve të fundit që ka disa tentativa, kurse nga krahu tjetër është opozita me 2-3 partitë kryesore që nuk duket se kanë aq sa duhet. Për mendimin tim, duke parë se çfarë situate është në horizont dhe cilat janë rreziqet që i dalin përpara Kosovës në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare, të cilët kërkojnë do e mos një qeveri që të jetë përtej egove të gjithë këtyre partive. Pikërisht këta të fundit duhet të kenë në fokus si prioritet këtë çështje, deklaroi Lubonja, sipas të cilit rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit tregoi se Albin Kurti nuk është më i fortë si 4 vite më parë dhe se nuk duhet i marrë ai të gjitha përgjegjësitë në kuptimin e rreziqeve që i paraqiten Kosovës.